Nëse je një investitor në botën e kriptovalutave, çdo herë do t'ja bësh këto 3 pyetje vetes. Këto 3 pyetje çdo herë do të mbrojnë ti nga gabimet që mund t'i bësh në kripto. Prandaj është mirë çdo herë para se të investosh t'ja bësh këto 3 pyetje vetes. Pyetja e parë që duhet t'ja bësh vetes është: cili është horizonti im? A jam këtu unë për disa javë, muaj apo vite? Pyetja e dytë që duhet t'ja bësh po ashtu vetes është: une a jam duke bler në këtë moment nga emocionet ose jam duke bler në këtë moment nga një plan që e kam pasur afatgjat ose një strategji. Pyetja e tretë që ka shumë vlerë po ashtu që duhet t'ja bësh çdo herë vetes është: çka do të ndodh nëse tregu bie edhe 20, 30 ose 40% nga ky moment ose nga ky pozicion ku është për momentin? A mund të përballoj une humbje nëse tregu bie edhe 40%? Çka do të thotë kjo? Nëse une kam investuar $1000 dhe tregu bie 40%, do me thonë unë jem në humbje $400. A jam në gjendje une këtë investim $1000 që e kam bërë që të pres disa javë ose disa muaj që tregu të kthehet, ose do të shkoj më një herë dhe do t'i nxjerr ato para se më duhen për mbijetesë, më duhen për të paguar sendet elementare në jetë. Kur do t'ja bësh vetes këto 3 pyetje, shumë rrallë mund të ndodhë që ti të gabosh në investime. Shumë rrallë mund të ndodhë që ti të blesh ose të shesesh në panik ose me emocione. Prandaj, edhe ti, nëse je fillestar në botën e kriptovalutave, bëne like atë video, mos harro që të bësh subscribe, është falas, normalisht për mua ka shumë vlerë nëse bën një like ose subscribe, më ndihmon dhe më përkrah në algoritmin e YouTube-it.